Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Turqisë po kalojnë periudhën më të tensionuar që nga afrimi i Edi Ramës me Recep Tayyip Erdoganin në vitet e para të pushtetit. Shkaki i acarimit është marrëveshja e fshehtë e qeverisë shqiptare me industrinë ushtarake izraelite, Elbit Systems, një nga kompanitë më të fuqishme të botës në fushën e armatimeve. Sipas burimeve diplomatike dhe raportimeve të mediave izraelite, marrëveshja nuk është thjesht kontratë blerje armatimesh, por pakt strategjik që parashikon furnizimin e Shqipërisë me armatime të avancuara dhe municione, kredi shtetërore të garantuar nga qeveria izraelite, ngritjen e një industrie të përbashkët ushtarake në territorin shqiptar nën kujdestarinë e kompanisë Elbit Systems. Kredia do të mbulohet nga Agjencia Shtetërore Izraelite, Export Credit Agency, çka do të thotë se vetë qeveria e Izraelit garanton pagesat dhe ndihmon në ngritjen e infrastrukturës së prodhimit. Në terma praktik, kjo do të thotë ndërhyrje e drejtë për drejtë e shtetit hebre në modernizimin e kapaciteteve ushtarake të Shqipërisë. Fabrika shqiptaro-izraelite e armëve, burimet pamfletit konfirmojnë se marrëveshja përfshin reaktivizimin e uzinave të Gramshit dhe Poliçanit, ish baza të industrisë ushtarake shqiptare që në komunizëm prodhonin artilleri, municione dhe eksploziv. Në fazën e parë, bashkëpunimi do të zhvillohet përmes kompanisë shtetërore Kajo, e cila do të administrojë industrinë e re ushtarake, ndërsa Elbit Systems do të ofrojë teknologjinë dhe licencat për prodhim. Sipas planit, Shqipëria do të nisë prodhimin e municioneve dhe topave të mesëm në tunelet e dikurshme të uzinës speciale të autotraktorëve Enver Hoxha, ndërsa prodhimet do të jenë kryesisht për eksport, në veçanti drejt vendeve të NATO-s dhe aleatëve të Izraelit. Në të ardhmen pritet që në bashkëpunim me kompanitë izraelite të nisin edhe prodhime të dronëve ushtarak të tipit Mag-1 dhe Tor, që janë homolog të bajraktarëve turq. Ky fakt ka acaruar jashtëmase Ankaran pasi Turqia kishte propozuar më herët një bashkëpunim të ngjashëm për prodhimin e dronëve bajraktar në Shqipëri, projekt që Rama e refuzoi në heshtje. Ankaraja kërkon sqarime, Erdogani zemëruar. Sipas burimeve diplomatike në Tiranë, Ankaraja ka kërkuar sqarime zyrtare për marrëveshjen me Izraelin, duke e cilësuar si akt jo miqësor dhe shkelje të frymës së partneritetit strategjik mes dy vendeve. Diplomatë turq kanë sinjalizuar se marrëveshja është një rreshtim i qartë i Shqipërisë me bllokun izraelito-amerikan në kurriz të interesave të Turqisë në rajon. Në qarqet e Ankaras, Rama shihet si politikisht i lëkundur dhe i papërgjegjshëm, ndërsa disa media proqeveritare në Turqi e kanë akuzuar hapur se po bashkëpunon me një shtet nazist. Në Shqipëri, mediat lidhura me qeverinë turke kanë nisur një fushat propagandistike kundër marrëveshjes, duke e quajtur pakt me një regjim që vret fëmijët palestinez, ndërsa paralajmërojnë ftohjet marrëdhënieve Ankara-Tiranë. Armatimet që vijnë nga Izraeli, burime nga Ministria e Mbrojtjes, konfirmojnë se kontingjenti i parë i armatimeve izraelite është gati për të transportuar në Shqipëri me avion ushtarak. Në paket përfshihen obuz të tipit Atmos, artilleri e lëvizshme 155 mm me rrezë e zjarri mbi 40 km, dron taktik Mag-1 dhe Tor për zbulim dhe goditje, municione të avancuara, artillerie dhe sisteme komanduese. Atmos është homologu izraelit i topave obuz të blerë kohët e fundit nga Britania e Madhe, blerje që Rusia interpretoi si operacionin ndërmjetëm për furnizimin e Ukrainës. Sipas burimeve ndërkombëtare, një pjesë e armëve që vijnë nga Izraeli mund të jetë destinuar për rishitje në Ukrainë si pjesë e marrëveshjeve sekrete të mbështetjes perëndimore ndaj Kievit. Nga aleat në rival, fundi i boshtit Rama Erdogan. Edi Rama ka ndërtuar për një dekadë një marrëdhënie personale dhe politike me Recep Tayyip Erdoganin, që i ka garantuar mbështetje financiare, fetare dhe diplomatike, por me afrimin me Izraelin dhe perëndimin në industrinë e armëve, Rama po i kthen shpinën një aleati që e ka mbajtur për 12 vite në ekuilibër rajonal. Turqia e ka parë gjithmonë Shqipërinë si pjesë së sferës së saj të ndikimit, por kjo marrëveshje me Tel Avivin është vendos Tiranën përfundimisht në boshtin izraelito-amerikan. Në sfond, kjo nuk është vetëm ekonomi armësh, por rreshtim politik. Shqipëria e Ramës po e braktis Ankaran për të vendosur qartësisht në kampin e Izraelit dhe Shubahave, duke e kthyer industrinë ushtarake në një mjet të ri të lojës gjeopolitike në Ballkan. Në përfundim, marrëveshja me Izraelin është më shumë se një kontratë për armatime. Është shenjë një kthese të madhe strategjike që ka acaruar Turqinë dhe po ndryshon balancat e ndikimit në rajon. Nëse dikur Rama ishte vllai politik i Erdoganit, sot ai është partner i ri i Tel Avivit dhe ky është një ndryshim që do të ketë pasoja shumë të gjera se furnizimi me topa dhe dronë.